Do të vjojmë një tjetër bisedë, por tani do të fokusohemi tek aktualiteti politik. Me mua në studio është zotja Kelejda Alibej, kandidat për deputet në koalicionin Djathtas për Zhvillim në qarkun e Tiranës. Mirë se erdhët zotja Alibej. Faleminderit që jeni në studion tonë. Zotja Alibej, në një fletë votimi me 11 alternativa, 3 prej të cilave janë koalicione. Sa e vështirë është për ju të qëndruit në listën e hapur në qarkun e Tiranës? Nuk është e vështirë përsa kohë që e kemi zgjedhur vetë. Në përsa kohë që e kemi zgjedhur vetë, kemi besuar që në momentet më të para dhe personalisht unë dhe disa nga kolegët e mi që jemi këtë Djathtas për Zhvillim, kemi qenë të parë që kemi kërkuar që në momenti kur edhe u stipuluan listat e mbyllura. Mbani mend në korrik të vitit të kaluar. Në fakt, kur flitet për listat të hapura, nuk ka sens të thuhet e të flitet për vështirësi. Sepse duhet jetë garë. Zgjedhjet janë garë. Në thelbin e tyre, do të konceptuar si garë. E për këtë arsye, kushdo që i është futur politikës, të paktën këtë element të garës, do duhet ta ketë, si thua, të kaluar si moment. Madje do duhet dal pak nga aspekti personal, do duhet konceptuar, do duhet dhënë më tepër elementit garë. Shtemi i demokracisë në fundit. Ju besoj e keni ndjekur edhe betejën që kemi pasur lidhur me listat e mbyllura, listat e hapura, në thelbin e tyre në fakt synonin pikërisht këtë gjë, garën. Mund të ketë vështirësi, e kuptoj, mund të ketë vështirësi individuale. Por kur jenë politik kam përshtypjen që interesi publik do duhet prevaloj. Dhe çfarë do të thotë garë ose cili është efekti i interesit publik? Që nëse do të ishte e plot panorama e garës, pra jo disa partitë përdorin listat e mbyllura, disa të tjera, pak në fakt, të përdorin listat e hapura. Nuk është një garë barabartë, thellë, po ta shohim. Sigurisht që nuk është e barabartë, jo për këtë arsye, për arsye të tjera. Jo me sjush, po me partitë e tjera. Por se efekti i listave të hapura, nëse do të ishte në mënyrë të plot, do të ishte shumë pozitiv për një faktisht. Kushdo që do të mund të zgjidhej si përfaqësues, si deputet, në mendjen e tij, në brendësinë e tij, do të gjeneronte idenë që është aty jo prej kryetarit, jo prej logos, por është prej mbështetjes së qytetarëve. Në këtë mënyrë parlamenti do të ishte më i mirë, produkti i parlamentit do të ishte shumë më tepër pozitiv, partitë do të ishin më të demokratizuara, pra gjithçka do të ishte më mirë se sa me sistemin e mbyllur të partive. Kështu që në këtë pikë ka vështirësi, po shumë mirë, le të ketë vështirësi. Kush i ka hyrë, po themi betejës politike, do duhet të ketë i qartë që mundet mos e votojnë. Ose nëse e votojnë, të kuptoj që shërbimi nëmër 1 do duhet të bëjë qytetarëve. Dhe në këtë fazë të karrierës tuaj politike, zotja Alibej, çfarë ju motivon më shumë që të dilni dhe ta pranoni dhe sikurse tani e shpjeguat, të luftoni për një votë preferenciale? Spari, unë nuk është se kam pranuar, unë e kam kërkuar me qiri. E ka kërkuar, po, e keni kërkuar, e drejt. Nuk është se ju ofruan dhe ju e pranuar. Jo vetëm që s'na ofruan, po dhe tani na e bën të vështirë, me thënë të drejtën. Keni parasysh të historinë që na timon, jo e kemi zgjedhur. E konfirmoni në këtë sens. Spari pse? E para edhe për të filluar të dënë shembullin. Se kështu fillon edhe, po themi, modeli fillon edhe formësohet. Dikush do duhet jetë i pari që ta marrë përsipër këtë lloj, po e quajmë sakrificë, nuk është sakrificë me thënë drejtën, po një model pozitiv. Së dyti, çfarë më motivon? Sigurisht është pozicioni dhe qëndrimet politike që kam mbajtur. Përtej asaj se çfarë kam bërë unë, arrit kuptoj se cili është problemi i madh që ka demokracia në këtë vend. Gjelin pikërisht tek fakti që është i thyer raporti midis qytetarit dhe përfaqësuesit. I kemi parë në këto 4 vite. Shumë dilema kam pasur përfaqësuesit, deputetët. Dilema të mëdha, dilema ekzistenciale. Do duhet të mbronin interesin publik, apo do duhet të mbronin interesin e tyre të vogël karrierist. Evidenca tregojnë që një shumicë dërmuese zgjodhen këtë të dytën. Edhe të, si thua, të mbështetur apo edhe të incentivuar edhe prej sistemit. Unë besoj puna edhe për një gjë tjetër. Ky vend do duhet bërë më i mirë. E do duhet secili do duhet ta ketë brenda vetes edhe këtë dozë të vogël, ndoshta ideali po e quajmë, që ky vend është vendi ynë, gjë e parë. Tani o do ta bëjnë shqiptarët, askush tjetër nuk do ta bëjë. S'kan për të bërë amerikanët, s'kan për të bërë europianët, as britanikët, duhet ta bëjnë vetëm shqiptarët, se askush tjetër nuk ka për ta bërë.
Dhe rruga për ta bërë, besoj është e thjeshtë në të kuptuar, ka vështirësitë e veta, dhe cila është thjeshtësia të instalojmë edhe një herë një raport të drejtë për drejtë